Përshëndetje. Deri në vitin 1991 ishim në një sistem komunist. Në 91 ndryshuam sistem dhe me idenë se sistemi kolektiv do të shkatërrojë dhe do të ndërtoj sistemi kapitalist, ku një sistem i cili mbështetet tek prona tek i Zoti. Por çfarë ndodhi? Në vend që të jepej zgjidhje, në vend që kthehej prona tek i Zoti, u kthye toka në përdorim dhe nuk u dha certifikat pronësie në mënyrën direkte dhe nuk u krijua një sistem bankar i cili të financonte dhe të zgjeronte aktivitetin dhe investimin në tokat që morën në përdorim. Dhe në vend që të vendosej sistemi kapitalist, u vendos një sistem i ri, sistemi klientalist. Çfarë është sistemi klientalist? Është sistemi i cili mbështetet në marrëdhënien e njeriut me njeriun dhe jo me institucionin. Konkretisht, për shembull do të thonë, ti je i Joni, ti ke votuar për PD-n, ti ke votuar për PS-n, je djali i baballarëve, je Joni, duhet ta japim pronën, do ta japim pronën me 1 euro, do të japim certifikat pronësie, vendin e punës. Njëkohësisht duhet edhe të paguash, por njëkohësisht edhe të na votosh, edhe të na shërbesh, pra të krijohet një varësi dhe një kontroll mbi njeriu dhe mbi shoqërinë. Pra, në këtë rast na mashtrojnë, na hedhin hi syve dhe nuk është një sistem konkret, por sistemi klientalist u zhvillua paralelisht me sistemin kapitalist derisa ja zuli vendin. Si duhet ishte në fakt ajo që ndodhi në Bullgari, pra e ndan tokën në përdorim fillimisht dhe ju dhan në moment certifikatën e pronësisë, me qëllim që qytetari ose fshatari të investonte dhe të krijonte dhe ndërtonte sistemin kapitalist. Pra në Shqipëri jo vetëm që s'u dha as pronarëve, as fshatarëve, por as u ngrit asnjë sistem bankar dhe i mbajtën zvarr dhe sistemi kapitalist doli fiasko. Shqipëria 1 euro, paketa e maleve, investitor strategjik e të tjera janë forma klientaliste të pastra për të mbështetur Partinë Socialiste dhe trafikantët të cilët bëjnë pastrim parash. Kulmi të është kur Edi Rama ofron se sistemi klientalist është sistemi më i përsosur dhe më i arrirë që ka parë Shqipëria. Pra nuk investon pronari, por kujt i do prapanica sistemit autokrat, pra sistemit klientalist. Kështu po lind kapitalizmi shqiptar, gjithë vasalët, gjithë shërbysit, gjithë puthadorësit e pushtetit bëhen pronar, pra nuk ka pronar me pronat e vjetra, nuk ka meritokraci pa qenë shërbëtor i Edi Ramës. Prandaj u zbraz dhe u shpopullua dhe Shqipëria jemi ende sot ku 80% e produkteve importohen nga jashtë. Kjo tregon që sistemi klientalist ka dështuar totalisht. Pa përmbysur Edi Ramën, nuk përmbyset sistemi klientalist i partisë së Edi Ramës, i Partisë Socialiste, që ka kthyer në piedestal. Në kohën e Beishës ishte një problem shqetësues, por nuk që kthyer ende në sistem dhe në problem dominues. Kështu që Shqipëria shqiptarëve dhe jepi drejtim çdo shqiptar ngrihu që të marrësh të drejtën që takon të drejtën e Zotit dhe hakën dhe dinjitetin njerëzor. Koha që të shpëtojmë Shqipërinë. Ju përshëndes.